Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për shenjën tuaj për muajin shkurt. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e vitit 2026, por dhe video me tema për dashurin, por dhe tema të ndryshme. Atëhere, fillojmë si do jetë muaj në lidhje me ju. Dielli hyn në shenjën e Ujorit, por kemi dhe Marsin në shenjën e Ujorit gjatë këtij muaji. Kështu që në lidhje me ju do ndikoj shumë nga ana emocionale, por dhe nga ana financiare. Do ndikoj në të ardhurat e përbashkëta që lidhen te financat e përbashkëta me partnerin, me familjen tuaj. Do jetë një muaj ku do ketë ulje ngritje financiare, thjesht nuk duhet merrni rreziqe gjatë muajit shkurt. Por nuk do dalloni dhe do të masëm, do bëni shumë shpenzime gjatë këtij muaji. Kështu që është mirë që t'i llogarisni shpenzimet. Do keni momente emocionale shumë të forta, të papritura nga brenda jush, frikra, dëshirat vjetera që mund të jenë të shtypura. Gjithsesi është një muaj shumë emocional. Ju mund të keni nevojë të çliroheni nga një barë toksike e së kaluarës për të mbyllur çështje të pazgjidhura nga e kaluara juaj. Jeta juaj seksuale gjithashtu do jetë shumë e thellë, ju do keni shumë intimitet me partnerin tuaj. Nëse jeni në një lidhje, mund të jetë edhe mendore ose mund të jetë edhe fizike. Gjithsesi është një muaj që edhe do irritoheni, do jeni të stresuar në lidhje me situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me marrëveshje të ndryshme me partnerin, me paratë tuaja, me anën tuaj financiare, me çështje të ndryshme financiare, por kjo ka lidhje edhe në lidhje me kredi, me situata të ndryshme që ju doni të zgjidhni nga ana financiare. Gjithsesi është një muaj ku do t'ju japi mundësi që të ripërtërini. Të ripërtërini atë veten tuaj dhe thellësinë që keni brenda jush. Atëhere, shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me shenjën tuaj. Atëhere, kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, por kemi të bëjmë dhe me energji të shenjave të tokës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi në fillim të këtij muaji, ju shoh shumë sekret, ju sikur mbani të fshehta, mbani sekrete brenda vetes tuaj, dhe kjo mund të ketë lidhje në lidhje me një dashuri, në lidhje me marrëdhëniet që ju keni, në lidhje me fëmijët, me shtëpinë. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me dokumentat, por dhe me situata të ndryshme që keni, por ju shoh shumë sekret. Në mesin e javës, ju dëshironi të lini mbrapa gjitha këto vështirësi që keni kaluar, por edhe këto sekrete që mund të keni mbajtur brenda vetes, dhe do të jepni një drejtim më të qetë gjërave. Në lidhje me personat që mund të jeni në njohje, lidhje ose marrëdhënie, ju shoh që keni nevojë për shumë diskutime këtu, ose ju do bëni diskutime gjatë mesit të javës, por në fund të javës ju shoh të pakënaqur, ju shoh të pavlerësuar në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, edhe pse do të jepni drejtim situatave. Për një pjesë tjetër kjo mund të ketë lidhje me anën ekonomike, sepse e shohim shumë fort këtu, edhe pse ju do mundoheni të jepni drejtim anës ekonomike, përsëri do ndiheni pak të pakënaqur. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëhere, në javën e dytë keni të bëni me energjinë tuaj, sepse kemi energjinë e karrocës këtu, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ujit, që jeni edhe ju vetë.
Atëhere, ju shoh që ju do harrini të jepni drejtim anës tuaj emocionale. Do të jepni një drejtim më të mirë. Do ndiheni shumë emocional gjatë fillimit të javës. Do harrini të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja në një rast. Në rastin tjetër ju do të jepni drejtim anës tuaj ekonomike, por dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me kredi, me borxhe ose diçka tjetër, po ka lidhje me financat. Ndërsa në mesin e javës së dytë, ju shoh një fitore, një sukses për pjesën e personave që mund të jenë në një njohje, lidhje, nuk e di, por shoh që një person sikur ju pret dhe pret që ju të jeni të vërtet. Shoh më saktë këtu. Gjithsesi, shoh një fitore, një sukses në momentin që ju do të jepni drejtim situatave. Dhe ky mund të jetë një sukses në lidhje me dashurinë. Mund të mësoni një të vërtet në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Dhe në fund të javës së dytë ju shoh që do jeni edhe duke e festuar. Mund të mblidheni në grupe njerëzish, mund të festoni në familjen tuaj, ose në grupe të ndryshme. Një pjesë për jush mund të keni një njohje, mund të jeni duke dalë, duke pirë një gotë aty, dhe shoh që një person do tërhiqet nga ju. Ju shoh në udhëtime, në fillim të javës, por dhe në mes të javës, mund të jenë udhëtime të shkurtra, por edhe udhëtime të gjata. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë, shoh që ju jemi te energjia e shenjës së dashit, energjia e shenjës së demit dhe energjitë shenjave të ujit. Atëherë, ju mund të keni tham ascendenten ose hënën, por mund të keni të bëni dhe me këto shenja. Gjithsesi ju shoh që do merrni iniciativa në lidhje me një dashuri, edhe pse shoh që ju dëshironi të merrni këto iniciativa, por në mesin e javës ju shoh që tërhiqeni brenda vetes përsëri dhe jeni duke menduar se si të jepni drejtim iniciativave që ju do merrni. Ju shoh në një pozicion të favorshëm dhe në fund të javës do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, por do jeni duke menduar rreth një personi, do jeni kurioz në lidhje me një person. Për një pjesë tjetër, do keni kontrata të rëndësishme, mund të jenë kontrata pune, kontrata ekonomike në lidhje me pagesa, me kredi ose diçka tjetër, por unë shoh që ju do të jepni drejtim, ose do jeni duke menduar për t'i dhënë drejtim si këtyre situatave. Gjithsesi, shoh që do keni oferta në lidhje me dashurinë, por ju do jeni kurioz në lidhje me një person. Do keni oferta në lidhje me punën, ose nga ana ekonomike, por do jeni të tërhequr vetëm nga një ofertë që do keni, dhe do jeni shumë kurioz në lidhje me këtë ofertë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë të shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju shoh që keni kaluar eksperienca, keni kaluar eksperienca të vështira, flasim këtu, por është një fillim jave ku ju do përdorni më tepër logjikën, do tregoni më të mençur, si në lidhje me, mund të përdorni dhe një strategji, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por do merrni dhe vendime të rëndësishme. Për një pjesë prej ju shoh, nuk e di, po në mesin e javës 4, ose ju mund të jeni në një trekëndsh, nuk e di, ose mund të ndjeni shumë të zhgënjur, ndjeni të friksuar në lidhje me një dashuri, sepse shoh që mund të keni kaluar situata të vështira, dhe këtu flasim për atë pjesë që specifike që mund të ketë pas probleme, jo të gjithë përfshihen. Ndërsa për pjesën tjetër duhet keni kujdes se do merrni një zhgënjim, do merrni vendime, por këto vendime që do merrni mund t'ju sjellin një lloj zhgënjimi, ose ju mund të edhe të mërziteni pak, por për pjesën tjetër duhet keni kujdes në lidhje me anën financiare, sepse mund të merrni dhe aty një zhgënjim. Në fund të javës së katërt, ju shoh që ju jeni
do ndjeni më me vetbesim, më të sigurt në veten tuaj, ju dëshironi të mbyllni situata zhgënjimesh që mund të kalonin mes të javës dhe në fund të javës ju do harini të stabilizoni situatat. Këto zhgënjime mund t'i merrni dhe në grupe njerëzish, në shoqërinë tuaj, në persona që ju i njihni. Mund ta merrni këtë në të gjitha llojet e situatave. Gjithsesi në fund të muajit ju harini të stabilizoni, do keni më vetbesim, do ndjeni më të sigurt në lidhje me gjithçka që ju do bëni, por shoh që do merrni dhe një shumë të konsiderueshme parash për pjesën tjetër. Gjithsesi, është një muaj fantastik, ka ulje ngritje, për gjithë ka ulje ngritje. E rëndësishme është që ju do harini të jepni drejtim situatave, te energjia e qendrës shoh një fitore, një sukses, festime në lidhje me ju, iniciativa, kontrata të rëndësishme. Thjesht duhet keni kujdes nga zhgënjimet, por dhe në lidhje me sekretet e të fsheta që ju mbani brenda vetes tuaj. Dhe marrim një mesazh nga engjëjt dhe shohim çfarë ju thon, çfarë mesazhi ju japin për muajin shkurt. Atëherë, unë shoh jemi te energjia e shenjave të ujit, shoh gëzim, lajme të mira në lidhje me ju, por ju thot, mërzitjet që ju keni kaluar do paguhen, thot. Dhe kur thot do paguhen në mënyrën më të mirë, domethënë me një lajm të mirë, me një gëzim. Ju do harini të çliroheni nga situata të vështira që keni kaluar, por tregon edhe një ndjenjë qetësie që ju do harini gjatë këtij muaji, pavarësisht situatave që mund të keni. Shqetësimet që ju keni pasur po largohen, thot. Dhe dashuria është vetë jeta, thot. Është një mesazh fantastik në lidhje me ju. Është shumë domethënës. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por edhe të vitit 2026, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme.